Okej. Po Juela, ishte jotja kjo? Ta mora dhëtë. Jo. Ta hedhem. Do rridhe pak ndje. A ka ardhë grimi? Që si janë tanë mendime? Ja si janë gjithë mendime, ja. Ja si janë gjithë mendime. Ja si janë, ja. Ja si I kam rashtu tanë mendime, ja. Ja. Ja si I kam rashtu tanë mendime, ja. Ej, që do me thanë zgjedhja lideri se si ishin këto strategjike, si ishin trim. Ha? Kjo loj do, men. Ka marrë dikush syzet më duke. Sigur si pash vërdal. Po pra, I kam marrë me vetëm duke dhe I kam lënë atje të dera. Pirona re. Po pra, shohim një makinari. Përballë, e di ku ka pas. Me sa më menon, kam qenë I vogël, mbasi mund të kem gabim, por unë e di që ka qenë përballë libri. Për diellin. A, këto 4 pallatet aty. Po kanë qenë, aty ka qenë spital. Megjithatë, edhe nëse se ka pasur. Ka qenë klinika. Nuk ka rëndësi. Nuk ka. Edhe abisë më tjetër për ti mirë që është në rregull është. Libri. Nxiem shpejt. Përpara, jetë libri, edhe vjen poshtë zarf. Lese di ku është. Kopshti. Aty ka të bajt, rrugicës me të ka të bajt. Po jo më lale, ja. Në fakt të librit të thotë një metanari. Banor të gjithë në libri. Te libri universitar. Po. Edhe spret për poshtë për të ardhur për nga Tirana Re. Një te libri do mes. Se s'du me thonë. Aty ka qenë kopshti. E di si kemi qenë, se ka qenë kopshti Vëllëqësa. Edhe, kena qenë me ushtarë, në mrotë ushtarë. Shqiptori do t'i Gjurgj Mitrovi, bote gjuhë. Ishe gjithë. Pruta vdiqi për pruta bioja. Dhe shi kam pas dikush I prindrit unë, se s'ka qenë... Hajde, Adisa. Hajde tani mos kinos. Hajde mos të nejna okej. Hajde këto. Hajde së është. Ama se do të më Atëherë, a jemi të gjithë këtu? Yes, këtu. Okej. Banore. Sot, në dhomën e grimit ju pres Sallon Monika, në drejtimin e Monika Begasi, për të përkujdesur për pamjen tuaj. Tek Sallon Monika, bukuria merr kuptim tjetër. Make-up profesional, extension flokësh dhe çerpikësh, solar me teknologjinë më të fundit, si dhe çdo shërbim në gamën e shërbimeve të një salloni bukurie. Të gjitha të realizuara me përkushtim dhe profesionalizëm, me vite eksperiencë dhe një reputacion të ndërtuar me punë dhe talent. Monika është sot një brand I njohur në botën e bukurisë. Në Sallon Monika, ju nuk merrni thjesht në shërbim, ju përjetoni elegancë dhe shkëlqim. Sallon Monika është këtu, për t'ju bërë të shkëlqeni dhe të ndihni të bukura, veçanërisht sonte në Prime. Mund të shkoni. Sallon Monika! Sallon Monika! Sallon Monika! Është banore, jo banor, banore. Monika!